Na u hap shkolla në Antwerpen me 8 dhjetor 2024, kurse tani na u hap shkolla e dytë me radhë, erdhi si pasojë e nevojës dhe kërkesës së prindërve, nëse nuk gaboj apo jo. Po, të them të drejtën, shkolla e dytë në Sint Niklas me 9 nëntor 2025 do hapet dhe po kemi pasur kërkesa edhe nga prindrit, me qenë se kemi edhe prind që nga qytetet tjera i bëjnë 45 km, 50 km i bëjnë udhëtim dhe i sjellin fëmijët në shkollën e qytetit Antwerpenit. Po ashtu dua të falenderoj edhe nënkryetaren dhe përgjithësi për arsim zonja Qendresa Taj Sylaj, që është dhe vjen nga qyteti i Sint Niklasit. Ajo ka punuar me mujt të tërë bashk me Blerina Kamberin, që është edhe ajo antare përgjithshme e shoqatës Iliriada, dhe kam punuar kam pas takime me shumë prind dhe shumë bashkëdhetar tanë që jetojnë në Sint Niklas, po ashtu kam pas edhe takime me institucionet komunës Sint Niklasit dhe fal qendresës, zonjën qendresës dhe Blerinës, është arritur qëllimi që të hapet shkolla shqipe në Sint Niklas. Por kemi pasur edhe nga prind, edhe nga bashkëdhetar tanë, po jo vetëm në Sint Niklas, po kemi kërkesa edhe në qytetet tjera që të hapet shkolla shqipe, dhe besoj se jemi duke punuar me gjithë stafin pedagogjik, me gjithë kryesinë e shoqatës dhe me departamentet e shoqatës, jemi duke punuar që në të ardhmen të kemi jo 1, po 2, 3 ose 4 shkolla tjera shqipe